Mbrëmja kishte rënë ngadalë mbi shtëpinë e Big Brotherit, por ajo që po afrohej nuk ishte thjesht një tjetër natë nën dritat e kamerave. Ishte një nga ato momente që nuk planifikohen, por ndodhin kur ndjenjat bëhen më të forta se frika, më të forta se loja, më të forta se vetë heshtja. Pishina avullon të lehtë. Uji i ngrohtë krijonte një atmosferë intime, pothuajse të shkputur nga realiteti. Reflektimi i dritave binte mbi fytyrat e banorëve, të cilët, pa e kuptuar, ishin bërë dëshmitar të diçkaje që nuk ndodh shpesh në një lojë strategjie. Një moment i pastër, i sinqert, i lindur nga zemra, Bia qëndronte pranë pishinës, e mbështetur lehtë, sikur po mblidhte forcë. Brenda saj, gjithçka ishte trazuar. Javë të tëra ndjenja të mbajtura, emocione të fshehura pas buzëqeshjeve, pas batutave, pas qëndrimeve të forta. Por asgjë nuk mund të fshihej përgjithmonë. Ajo e dinte se ai moment kishte ardhur. Labinoti ishte aty, disa hapa më larg. Sytë e tij e ndiqnin Bias pa pushim, edhe kur përpiqej të sillej sikur nuk po ndodhte asgjë. Ai kishte luftuar shumë me veten. Kishte menduar për publikun, për lojën, për pasojat. Por sa më shumë mendonte, aq më shumë ndjenjat rriteshin. Kur sytë e tyre u takuan, gjithçka tjetër humbi kuptim. Bia u afrua ngadalë. Hapat e saj dukeshin të rëndë, jo nga frika, por nga rëndësia e çastit. Çdo centimetër që i ndante po zhdukej, dhe bashkë me të, po zhdukeshin edhe dyshimet. Ajo nuk po luante më një rol. Ajo po ishte vetvetja, heshtja u bë e thellë. Banorët ndalën frymëmarrjen. Askush nuk fliste, por të gjithë po kuptonin se po ndodhte diçka e veçantë. Bia ngriti sytë dhe e pa drejt në shpirt. Nuk kishte sfidë në atë vështrim, por siguri. Ishte vështrimi i dikujt që ka vendosur të mos ikë më nga ndjenjat e veta. Labinoti ndjeu se nuk kishte më ku të fshihej. Dhe, për herë të parë, nuk donte, puthja ndodhi natyrshëm. E qetë në fillim, e ngrohtë, e sinqertë. Ishte si një çlirim për të dy. Uji i pishinës u valëzua lehtë, sikur po reagonte edhe ai ndaj emocioneve të tyre. Avulli rreth tyre i bëri të dukej sikur ishin vetëm, larg gjithë botës. Labinoti nuk rezistoi. Ai e pranoi momentin, e përqafoi ndjenjën, u la në atë çast pa menduar për asgjë tjetër. Për herë të parë në atë shtëpi, ai nuk po analizonte. Po ndjente, dhe pikërisht atëherë, shtëpia shpërtheu. Bravo Bia. Ja arrite. Moment i bukur. Duar trokitje, brohoritje, buzëqeshje. Disa banor qeshën, disa u emocionuan, disa e panë si fitore strategjike. Por për Bias dhe Labinotin, gjithçka tjetër ishte shumë e largët. Ata u ndan ngadalë, me buzëqeshje të qeta, me sytë që ende flisnin më shumë se fjalët. Nuk kishte nevojë për shpjegime. Gjithçka ishte thënë. Bia ndjeu një lehtësim të thellë. Ajo kishte bërë atë që zemra i kërkonte. Kishte guxuar, kishte thyer frikën, kishte ndjekur ndjenjën pa u fshehur pas lojës. Për të, kjo ishte fitoria më e madhe. Labinoti, i qetë dhe i ndryshuar, u duk sikur kishte hequr një barë të rënd nga supet. Ai e kuptoi se ndonjëherë, forca nuk është të rezistosh, por të pranosh. Ajo puthje në pishinën me ujë të ngrohtë nuk ishte thjesht një moment televiziv. Ishte një çast i vërtet njerëzor, një kujtim që do të mbetej gjatë, pavarësisht se si do të vazhdonte loja.